Qoftë lënduar Jezu Krishti. Edhe një herë vëllezër e motra, besimtarët e dashur, gjithë që jeni këtu, dikush e ka marrë një rrugë më të lartë, dikush më afër, por secili prej jush që keni përjetuar një jetë, një lodhje, një sakrificë, edhe para se me anis këtë rrugë, e keni ditur, keni qenë vetëdijshëm dhe keni marrë, jo sa për një shëtitje, por për një shtektim shpirtëror, për të ardhur te kjo kishë. Ndoshta e lënën pasdore ose e vjetër, e moshme, por kemi ardhur te kjo kishë që sot së bashku ta festojmë pajtoren e kësaj kishe, këtij vendit, Shenaprenën, Virgjën dhe Martire. Vëllezër e motra, njeti i juaj, njeti ynë, du të me qenë një jetë i përbashkët. Ne kemi shumë njete, shumë dëshira, shumë lutje për t'i ashtruar Shenaprenës, por një le të jetë i përbashkët i të gjithë neve. E ky është t'i përngjajmë veprës jetës së Shenaprenës. Për ne sot është lehtë me qenë katolik, me qenë krishterë, me dëshmuar fejen. Askush nuk po lype derë gjakun, me dhënë jetën, me u martirizue. Vesa t'ju përkujtoj se para 180 viteve ky vend, këtu troje tona, të pare tanë, e kanë filluar martirizimin, duke i përngja Shenaprenës, duke jetuar, vepruar si Shenaprena, sepse Shenaprena jo vetëm që ishte virgjër, por ajo vdiq edhe si martire, duke e dashtun dhe duke i besuar Jezu Krishtit deri në frymën e fundit. Njështu banë edhe martire tanë, që ne i kanë lanë trashëgimi, edhe këtë kishë, edhe këtë vend, edhe ne që jemi këtu, por të ndalimi pak o vëllezër e motra dhe ta pyesimi vetë vetën. Sa jemi duke i përngja martirëve tanë, apo sa jemi duke i përngja Shenaprenës për të cilën sot kemi ardhur këtu. Ajo ishte thjesht një shenjtresh, thjesht e dashuruar në Krishtin dhe në kryqin e tij krejtësisht. Ajo jetoi në kohën e përsekutimeve. Ajo nuk dashti dhe nuk zgjedhi asgjë përpos fen dhe Krishtin. Dhe sigurisht u martirizuar, por derisa u martirizua, ajo na dha një shembull të qartë, të sinqert, të mirë, të lehtë për ta kuptuar, por ndoshta pak vështirë për ta jetuar. Vëllezër e motra, ne jemi shpërngul, apo jenë shpërngulë prej këtij vendit. Këtë dunav po e shohimi, e rrethojnë male dhe natyrë e bukur. Por kushtet kanë bërë që familjarët ky vend shpërngulen në për fshatra, në për qytete, në për botën e jashtme, në Evropë dhe përtej oqeanit. Por edhe pse janë shpërngul, gjithë ata, gjithë ne, bini sa do pak njëherë vetë me 26 kurrik, vim të ky vend, të kjo kish, ku
i marrimi burimet e fejes sonë, hiret dhe bekimet dhe qëndresen për të jetuar dhe për ta dëshmuar Krishtin. Shena prena vëllezër e motra, jetoj për Krishtin, për të varfrit, për drejtësi. Dërgjimtar të dashur, e kisha një porosi të veçantë për ju. Ju që keni marrë rrugën në çdo vend të Evropës, më thënë të botës, që dallgët e jetës ju kanë dërguar në një vend apo vend tjetër. Ju jeni ura e fesë dhe kombit. Ju jeni apo do të me qenë ata trashëgimtarët e këtij vendi të parë tanë, që na i kanë lënë këtë fe. Ju jeni ata të cilët dukeni me ruajt fejen aty ku punoni, aty ku jetoni. Me i eduku fëmijët, me dasht kombin, me dasht fejen, me dasht atë dheun. Ju do të me i mësuar fëmijët, me ba kryq. Do të me i mësuar fëmijët, me u lutën në Shqip. Ju do një me i mësuar fëmijët, me dasht kishën e Krishtit, pa marë parasysh ku është. Dhe si po duket vëllezër e motra, dhe po e dëshmoni, këta po e bani në jetën e juaj. Po e bani atje ku jeni, por gjithherë dhe gjithmonë lypet dhe kërkohat ma shumë. Ju po e dëshmoni sot dhe viteve tjera, nuk e keni harruar këtë vend, nuk e keni harruar këtë kish, nuk e keni harruar fejen, atë dheun, por i doni mbi gjithçka, Zotin dhe vendin. Prandaj, ne që jemi këtu, edhe në fillim e thash, e kemi bën një rrugë që na duket nga ona jashtme fizike e lodhshme. Por disi, kur kemi arrit këtu, nuk kemi pushuar dhe nuk kemi duke pushuar vetëm fizikisht, por e kemi gjetë qetësinë e shpirtit. Jemi duke e pushuar shpirtin ton, sepse sikurse trupi e lyp pushimin, ashtu vëllezër e motra, edhe shpirti e lyp pushimin. Pa marrë parasysh që jemi në pushimet verore, që i quajmë ferie, që i quajmë pushime, por sot po e dëshmojmë se pushimet nuk kalojnë vetëm ashtu për trup, por po e dëshmojmë se kemi ardhur këtu të gjejmë edhe pushimin shpirtëror, sikurse këtu te kjo kish dhe kisha tjera gjatë verës, gjatë pushimeve. Prandaj, vashtë Zoti, që ne që jemi këtu, që edhe nëpërmjet neve, njerëzit që i takojmë, që na rrethojnë, të mushen me hire dhe bekimet e Zotit. O besimtarët e dashur, o vëllezër e motra, jeta e Shenaprenës nuk ka qenë e lehtë. Ka qenë e vështirë. Ka qenë e mundimshme, por edhe dikur e martirizuar. Koha ishte që ju kërkohet, a doni me besuar në Krishtin, apo a doni me mohuar Krishtin. Ata që thojshin, e dua Krishtin, besojnë e Krishtin, ata ishin vetëdijshëm se janë duke thënë me një rrezik më të madh për rrezikën e jetës.
sepse nuk shkoj ki larg, i persekutojshin, i vrajshin, i martirizojshin. Ishte jeta e Shënaprenës kështu. Ishte jeta shumë martirëve gjatë shekujve. Ishte jeta e të parëve tanë, që para 180 viteve e morën rrugën e martirizimit, vetëm që thanë, ne duam të mbetemi besnik Krishtit. Ishin vetëdijshëm se atë e paguajshin me jetë, me gjak, me martirizim, por nuk e lanë. Dhe dim shumë mirë se cili historinë e të parëve tanë, të martirëve tanë. Por sot, dhe tash të vëllezër e motra, të ndalimi dhe ta pyesimi vetveten për këtë kohën e sotshëm. Sot askush nuk po kërkon prej neve me dedhë gjakun, me dhanë jetën. Por disi këto kushtet në këtë luksin që e kemi, po thuaj se dal nga dal, po i thojmë Krishtit, nuk më nevojit e shma. I kombate gjitha, edhe pasuri, edhe familje, por në heshtje dhe në distancim, disi jemi duke ja thonë shtu Zotit. Vetëm të ndalimi, ta paramendojmë jetën tasht dhe atëherë. Po e përsëris o vëllezër e motra. Sot nuk po kërkon as një armik, do shta në heshtje, kërkojnë, dëshirojnë të jemi të vdekur, dëshirojnë mos jemi sot këtu, por jo si në kohën e Shënaprenës dhe si në kohën e të martirëve tanë. Por është një kohë dhe ma rrezikshme, edhe ma keqe. Atëherë është ditë, ka vdek për fenë, ka vdek për Krishtin. Por sot o vëllezër e motra, sot këto kushte tona, po thuaj se secili ma mirë se tjetri i ka. Për çka e kemi humbë Zotin? Për çka kemi larguar Zotin prej shtëpisë, rozaren, lutjen, oratën? E kur ta largojmë Zotin, kur ta largojmë oratën, rozaren, atëherë dal nga dal vëllezër e motra, po e persekutojmë vetë vetën. Apo me fjalë ma të randë, po i thojmë Krishtit, jo, nuk me duash ma. E kam fuqien time, e kam shëndetin tim, e kam pasurien time, po jetoj, po shkojnë pushime ku ma dhën zemra. Nuk po ka ma pengesa, nuk po ka ma s'di qka me hangër nesër apo pas nesër, s'di qka me dhonë fëmijës me hangër. Këto, faleminderit Zotit, janë larguar, por me këta e kemi larguar edhe Zotin. Atëherë të mundohemi që se cilën herë, tash po e thëmë konkretisht kur të vim këtu, ta marrimi një infuzion shpirtëror, një ilaç, një medikament, jo që mujmi me ble dikun, për ta marrimi të kjo kish, ku është burimi i ilaçit, i shërimit dhe i qëndresës në fejen e Krishtit. Po, besimtar të dashur, ne e kemi hecë botën dhe kemi pa vende, markete, shoppinga, e qka mas gjajmë, e besa dhe po mundemi mi ble, por jetën shpirtërore, fejen e Krishtit, nuk mundemi me ble, me rujt në atë mënyrë, por vetëm këtë mënyrë, menimin e Zotit, menimin e të parëve tanë
dhe me shembullin e tyre. Pra, sot të mundohemi që secili prej nesh ta pyesë vetveten, jo ta drejtojmë gishtin ka dikush tjetër, por ka vetja dhe ka familja vet. Çka më duhet me ba, me fillu që t'i përngjaj shenaprenës, që t'i përngjaj martirëve tanë, që t'a ruaj fejen, por edhe kombin, aty ku punoj, aty ku jetoj. Vëllezër e motra, sigurisht që ne do ta marrimi porosin e shenaprenës. Do ta marrimi, por mos ta dëgjojmë vetëm nga ana jashtme, por porosia shenaprenës të hynë zemrën dhe shpirtin tonë. Që asnjë pasuri e kësaj bote mos na ndan nga Krishti, mos na ndan nga feja. E ai që e don Krishtin, ai e don edhe të afërmin e vet. Prandaj vëllezër e motra, ne dalemi gënjeshtar apo rrencat më të mëdhaj nëse thojmë e dua Zotin, e dua Krishtin, e dua Zojën e bekume, e të afërmin ton nuk duam t'ja shohim i syt. Ungjilli jon, feja jon, ardhja jon, shtektimi ynë, këta nuk na mëson. Të na kujtohet se Krishti na ka thënë, i ka përmbledh 10 urdhrimet në 2. E para, duje Zotin me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde, me gjithë jetën tënde. Dhe urdhri i dytë është i barabartë me të parin, duje të afrimin tënd për si vetveten. Hajde të parën, mundemi me thanë se duam Zotin. Por që dytën, sa kishmi mundur sot me i thanë Zojës bekume, shenaprenës e Krishtit. Atëherë, çka na duhet? Na duhet sot ta përjetojmë jo persekutimin fizik, por persekutimin e mëkatit, ta hekmi, ta gjujmë, dhe të bahemi martirt e dashurisë, të bahemi martirt e faljes, të bahemi martirt e mëshirës dhe njëri tjetrit. Atëherë lutim i Zotin që vërtet më na i dhon këtë fe, këtë dashuri, ta duam Zotin mbi gjithçka, por ta duam edhe këtë kish, pse është bushatishur, pse është e vetme, por la të na bjen ndërmend se gjatë shekujve, gjatë viteve, sa të parë tanë, kanë marrë hire dhe bekime prej këtij vendi, prej kësaj kishe, kanë marrë forcën që na i kanë dhanë ne, dhe ne thasht jemi duke jetuar si duke jemi në këtë mënyrë, por të mundohemi në atë mënyrën më të mirë që e pret dhe don shenaprenën. Edhe ne që jetojmë në Kosovë, edhe jo që jetoni në Mergim, është njëjta porosi. Ti kthehemi Zotit, ti kthehemi burimit, ti kthehemi kësaj kishe, dhe ti kthehemi pagëzimit tonë që kemi marrë do herësh. Ja të pagëzim ta dëshmojmë, jo vetëm me fjalë, me një letër, me një dokument, por ta dëshmojmë me vepër dhe me jetë, se kur të na shohin dikush këtu në Evropë apo në Amerikë, pasaporta jonë le të jetë jo vetëm për dokumentit, por vepra dhe jeta jonë. Dhashtë Zote që ardhja e jonë në këtë vend mos jetë e kotë, e zbrast, vetëm nga ana jashtme, por shenaprenja të na mbush me hir dhe bekimet e veta, që gjithherë, gjithmonë dhe gjithkund ta dëshmojmë fejen, ta duam fejen, ta duam adhen, ta duam kombin. Amen. Qoftë lënduar Jezu Krishti.